Kemi pasur kanë ardhur prokuror finlandez, mos gaboj, kur janë bërë operacione nga Kanada. Nga gjitha vendet e Bashkimit Evropian, pjesa Finland, Danimark, Spanja, Gjermania, kanë ardhur vetë. Duke përjashtuar edhe homologët shqiptar. Në shumë raste po, veçanërisht për operacionet e call centerave. Dhe pyetja lind, çfarë bën Spaku këtu në të njëjtën kohë? Sepse pavarësisht ecerisë së gjërave, pra dosi që mund të kenë mbritur, që mund të jenë hapur me vullnet apo pa vullnet, me presion nga jashtë apo jo, çështjet në gjykim nuk shkojnë, janë shumë të pakta. Dhe nga ana tjetër mund të bëhen, janë bërë arsye për të arritur edhe në këtë pamje, të cilat unë dua t'i ndjekim pak. Më jepni pak në screenshote pamjet e dekorimit që ka bërë Edi Rama, jo më larg se dje, 35 vjetori i... Kam përshtypjen mund të jetë pardjesje aktivitet, pavarësisht se këto i regjistrojnë. Drejt, 35 vjetori i Partisë Socialiste. Lutem pamjet e dekorimit të Agasit, të Çrbes. Po, këtu është firma e Edi Rama, po. Pra që do të thotë që nuk është se ka ndodhur nga dega Partisë Socialiste. Këtu po dekoron Tu është Jurgis Çrbjan. Jurgis Çrbjan. Dhe është edhe Elton Arbana, nëse keni parasysh kryetari i Bashkisë. Dhe këtu është Tu është zoti Agasi, babai i Jurgis Agasit, ishte deputet i Partisë Socialiste në Durrës, një figurë e vjetër politike në Durrës, por ajo se çfarë përfaqëson djali i tij aktualisht që flasim, sipas dokumenteve zyrtare, të cilat s'pakna i servir, është drejtuesi i një organizate i përfshirë në përcaktimin e tenderave dhe manipulimin e tenderave në Akshi, ku për përcaktuar tenderat janë përdorur metoda si rrëmbimi, shantazhi i kandidatëve për të tërhequr nga tenderat, është përdorur çështja e pastrimit parave pa me blerje 10 milionë euro blerje çokolatash dhe mbi gjitha janë miliona euro nga taksat e shqiptarëve që janë hedhur për digitalizimin dhe koha tregoi që dhënat e shqiptarëve janë sheshit, pra ato sulmet e Omelan dhe shumë pak para prej këtyre janë investuar në sistem. Ne kemi sistemin mbrojtës, po themi më dobët sa hakerat iranian, nëse nuk e dim nëse janë iranian apo janë hakerat e Ermal-Beqirit, dhe i kanë nxjerrë sheshit të dhënat e shqiptarëve, por ne duhet kemi parasysh që çështja e Akshit është çështje edhe e sigurisë kombëtare dhe me partnerët. Pra ku janë pak dhe foton e mëparshme me Jurgis Çrbën, po. Përfshirë partnerët. Ndërkohë që nëse më mbetemi tek Jurgis Çrbjan, gjithmonë se preferojmë që ti referohemi Spakut kur flasim për rastin, është arrestuar, është dënuar. Do të kemi parasysh që është po Italia që solli një dosje ku ishte një grup i Manzës i përfshirë në trafikimin e lëndëve narkotike në Itali. Zoti Çrbja është zgjedhur deputet në 2021 në listat e Partisë Socialiste në Durrës, i vendosur aty nga Edi Rama, por përgjimet treguan se si eksponentë të krimit organizuar kishin ndikuar për vendosjen e tij në listë. Ka marrë një numër të konsiderueshëm vota që ka sjellë Partia Socialiste, se janë të paktën 8 ose 7 ose 8000 vota që kanë qenë vota, po themin ato që konsideroheshin bastione djathta, dhe nëse bën një llogari thjesht Çrbja me Rajën dhe me një ish deputet tjetër të Durrësit zoti Koka mos gaboj, kanë qenë rreth 30000 vota në 2021 që erdhën Partia Socialiste që përkthehen shkurt në 3 apo 4 mandate, po themi, në Durrës. Unë nuk besoj që këto dekorime... Në sfond është Elton Arbana. Po, Elton Arbana është kryetari i Bashkisë Qiakut, mos gaboj për herë të parë i zgjedhur në 2019, madje Plug, kolegët tanë Plugut para pak javësh publikuan edhe foto se si qëndronte me disa personazhe të cilët janë të përfshirë në veprimtari kriminale. Pastaj kur flasim për Qiakun, ne do të kemi parasysh, na kujtohet shumë mirë dosja 339, se si grupet kriminale pra organizoheshin për mbledhjen e votave aso kohën në koordinimin e zotit Vangjush Dako, por qartazi koha ka treguar që nuk ka ndryshuar asgjë, thjesht janë specializuar në këtë aspekt, pra janë bërë më pak kapshëm dhe përballë gjithsa historia ne kemi një task force të Spakut të propaganduar dhe të reklamuar si pak gjëra në këtë vend, që përgjithësisht vërtetës edhe pse kishte parë lajmërime që Durrësi, Elbasani, periferia Tiranës, Shkodra, periferia Lezhës do të ishin zona problematike në këtë drejtim, rezultati ka qenë zero, ka qenë thjesht përballje e disa kandidatëve të caktuar të opozitës të cilët janë përballur me këto personazhe, por ndërkohë do të kemi parasysh që çështja e tyre është ngritur edhe në Parlamentin Evropian dhe vetë zoti Galer, nëse e kujtojmë deklaratën e tij që krimi pamundësoi rotacionin në Shqipëri. Për një të fatit, sot atje shkon edhe kryeministri i Shqipërisë. Dhe kryeministri, vim ke këto dekorime, të cilat natyrisht për ato që përfaqësojnë, të paktën duke referuar të dhënave të Spakut, të agjencive ligjvatuese dhe për të qenë korrekte edhe ne, të lënë të kuptosh që pra gjithë kjo